Bashkia Himar pritet të zhvillojë edhe këtë vit aktivitetet për çeljen e sezonit veror, duke vënë në dispozicion një fond total prej 16.666.667 lek PATVSH, të ndarë në 2 procedura prokurimi. Tenderi i parë ka si objekt organizimin e aktivitetit të çeljes së sezonit veror 2026 me fond limit 9.800.000 lek, ndërsa i dyti për shërbime mbështetëse ka fond limit 6.866.667 lek. Sipas dokumenteve të konsultuara, të dyja procedurat janë fituar nga kompania ASLV SHPK, e cila ka qenë ofertuesja e vetme, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e zhvillimit të garës. Kompania ka fituar tenderin e parë me ofertë 9.527.000 lek, ndërsa të dytin me 6.433.000 lek, pra shumë pranë fondit limit. Në të dy rastet mungon konkurenca, por Bashkia Himar ka vjuar procedurat dhe e ka shpallur fituese kompaninë. Në total, kompania pritet të përfitojë mbi 200.000 euro me TVSH për organizimin e aktiviteteve. Një element tjetër që shton dyshimet është tërheqja e kompanisë Think Advertising nga ankesa në Komisionin e Prokurimit Publik, pasi kishte kundërshtuar kriteret teknike dhe mënyrën e përzgjedhjes. Pas tërheqjes, komisioni e mbylli çështjen pa shqyrtim, duke i hapur rrugë procedurës. ASLV SHPK operon në fushën audiovizuale, por rezulton edhe në fokus të hetimeve të prokurorisë së posaçme. Sipas raportimeve, kompania është përfshirë në hetime për transferta të dyshimta financiare dhe marrëdhënie tregtare me kompani të lidhura me Arber Veliajn. SPAK ka kryer kontrolle dhe ka kërkuar prova dokumentare,